Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazën që sa herë që të dalim pe shtëpive tona të themi bismillah, në emrin e Allahut, tawakkaltu ala Allah, jam mbështetur në Allahun, wala hawla wala quwwata illa billah, dhe nuk ka ndryshim dhe forcë vetëm me Allahun xhallahu ala. Kush e bën këtë lutje pejgamberike në momentin kur del nga shtëpia, vetëm se një melek për melekëve të Allahu thot hudite, wa kufite, wa wuqite, wa tanaha anhu shejtan, pra udhëzofsh, qofshi udhëzuar, qofshi mjaftuar dhe qofshi mbrojtur dhe ka për me u largu prej teje shejtani. O ju vëllezërit e mi, ne që i përcjellim fëmijët tonë në përshkolla, ne që i përcjellim ndonjëherë edhe fëmijët tonë edhe në përkurbete, po mësoja neve këtë lutje pejgamberike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sa herë që të dalin pe shtëpive të tyre, të thon bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, që do thot në shqip, në emrin e Allahut, tek Allahu mbështetem, s'ka forcë dhe ndryshim vetëm me Allahun. Wallahi do të jesh çdo herë i udhëzuar në jetë, do të jesh çdo herë i mbrojtur në jetë, do të jetë çdo herë i ruajtur dhe i kujdesur nga ana e Zotit xhallahu ala, dhe ka për me ja largu Allahu xhallahu ala shejtanin edhe iblisin.